Sjell vendim që babai im të shkon në burg 9 muaj. Sabri, si kujton fëmijërinë tënde? Si kujton momentin kur ti riteshe pranë babait, nënës? Unë e di që vjen nga një familje jashtëzakonisht kontribuese, si në aspektin kombëtar, si nga ana e flasim të gjuhën popullore dhe llargët të tu, një familje goxha e njohur në kontribut për kombin shqiptar, po edhe nga familja e babait, do të thënë nga historia që unë e di, përpos që jeni kontribues në shkrim, në përqim të mesazheve të bukura, por të parët e tu kanë qenë dhe kontribues në kombin ton. Plus edhe kanë vuajtur fatkeqësisht ato dënime që nuk u është dashur t'ju bën, rasti i babait tuaj që ti e ke ndalë si muhabet me mua privatësi, por pasi që më dhe të drejtën që unë të flas, dhe unë dua të flas me ty sepse mendoj që je historia që duhet të gjitha dëgjojnë, se edhe në Maqedoninë e Veriut ka njerëz të cilët kanë kontribuar, ka njerëz të cilët kanë vuajtur dhe asnjëherë nuk e kanë folur, shkaku sepse kanë dashur që të jenë modest tek të tjerët. Por unë mendoj që modestia është e bukur kur i themi të gjitha, sepse në fund të ditës i di Zoti pse unë si di njeriu. Familja ime rjedh prej Karadakut të Shkupit, ose Mali i Zi, më sakt prej fshatit Brez. Ne jemi njerëz të cilët jemi mundu në periudat caktuara të historisë të kontribuojmë për shoqërinë tonë, për popullin tonë e kështu me radhë. Më pyete për fëmijërinë, unë e mbaj mend kur kam qenë 7 vjeçar. Ne kemi jetuar në lagjen në Çajir, unë kam lindur në Çajir. Kemi jetuar në lagjen e Gazibabës. Tash keni parasysh jemi familje e madhe. Babi imi ka 6 vëllezër, 3 motra. Edhe ata kanë qenë të stacionuar në Gazibab, edhe kërkesat kanë qenë të mëdhaja në shtëpi ku kanë jetuar. Normal është se ne jemi popull që shtohemi, edhe nuk i kemi faj botës që shtohemi, sepse kur shtohemi ajo sjell për mua begati dhe bereqet. Edhe babai im kërkon në komunë të merr